Puthja e papritur mes Mateo dhe Brikenës, familjarët reagojnë, por loja e saj ngre dyshime. Pas situatës së bujshme brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku Mateo tentoi të puthte Brikenën, ka ardhur një reagim zyrtar nga familjarët e saj përmes Instagrami. Në deklaratën e tyre, ata kanë hedhur poshtë çdo aludim për dhunë apo sjellje të papërshtatshme, duke e cilësuar gjithë situatën si një moment emocional të rënduar nga presioni i izolimit dhe kamerave. Ajo që u pa nuk është dram, por një reagim normal. Në kushte të tilla, çdo vajzë mund të ndihet në siklet dhe të tërhiqet. Të qenit për 90 ditë nën kamera e bën gjithçka më të rëndë emocionalisht, thuhet ndër të tjera në reagim. Familjarët theksuan gjithashtu se Mateo nuk është treguar i dhunshëm dhe se interpretimet në këtë drejtim janë të padrejta dhe keqdashëse, duke kërkuar më shumë mirëkuptim për situatën. Megjithatë, përtej këtij reagimi mbrojtës, mënyra si po sillet Brikena brenda shtëpisë po ngre gjithnjë më shumë pikpyetje. Duke analizuar rrjedhën e lojës, vihet re një ndryshim i qartë në sjelljen e saj. Gjatë periudhës kur ishte në televotim dhe rrezikonte eliminimin, ajo është parë më afërt me Mateon, duke pranuar afrimitetin dhe duke mos reaguar në të njëjtën mënyrë si tani. Madje në disa raste janë vënë re edhe situata ku ajo ka toleruar gjeste më të forta, pa i dhënë peshën që po i jep tani një momenti të vetëm. Por sapo kaloi rreziku i daljes nga shtëpia, sjellja e saj ndryshoi dukshëm, nga një afrim i hapur në një distancim të menjëhershëm dhe reagime më të forta. Kjo ka krijuar idenë se kemi të bëjmë me një lojë të menduar, ku afrimi dhe tërheqja përdoren sipas momentit për të siguruar qëndrimin në garë. Nga njëra anë, ajo vetë ka pranuar publikisht se ka ndjenja për Mateon. Nga ana tjetër, reagimet e saj të fundit duken në kundërshtim me këtë deklaratë, duke e bërë situatën edhe më të paqartë. Kjo lloj strategjie, ku emocionet përdoren si pjesë e lojës, është ndër më të diskutueshmet dhe më të rrallat që janë parë deri tani. Por në të njëjtën kohë, është edhe një lojë që mund të kthehet kundër saj, pasi e vendos Brikena Selmanin në një pozicion të vështirë, ku perceptimi për të mund të ndryshojë nga një lojtare e fortë në një person që jep sinjale kontradiktore. Në fund, mbetet për tu parë nëse kjo është një strategji e zgjuar apo një rrezik që mund t'i kushtojë lojën.